Mirëmbrëma të nderuar shikues. Sonte flasim për atë se sa kualitativ është arsimi i lartë, çfarë ofrojnë universitetet tona në emër të cilësisë, sa është funksional trekëndëshi media, shoqëria, politika, sa ndikon rënja e lirisë së medias në demokraci dhe do ta mbyllim me atë se a votojmë ashtu si mendojmë. Të gjitha këto do t'i flasim me profesorin universitar, dekanin në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimin, zotrin Demush Bajrami. Mirëmbrëma, zotri Bajrami, dhe mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirëmbrëma ju, mirëmbrëma gjithë teleshikuesve që do të kalojnë kohën me ne për aq minuta sa mund të flasim në temat që veç i paralajmëruat të uta. Besoj që janë tema me interes, besoj që janë tema që prekin boshtin e asaj që lidhet edhe me arsimin, që lidhet edhe me shoqërinë, që lidhet edhe me problematika e tjera që mbase ngërthejnë vete aspektet e digitalizimit, inteligjencën artificiale, algoritme, gjithçka që ka të bëjë me gjithçka sot që është preokupim për të gjithë ne. Atëherë jemi pothuajse në fund të vitit akademik dhe këtë vit akademik ka pasur shumë debate dhe shumë polemika sa i përket cilësisë së arsimit, reformave në arsim të lartë dhe nivelet të tjera të arsimit. Ju personalisht si e vlerësoni gjendjen aktuale të arsimit në Maqedoninë e Veriut? Nga paralajmërimi juaj mund të thuhet se ka një të vërtet madhe këtu dhe kjo e bën edhe më të qëndrueshëm faktin se arsimi në Maqedoni është në një tranzicion. Jo që nuk ka arritje ka, por mund të themi që në këtë fazë nuk janë të mjaftueshme, prandaj si rezultati i kësaj bëhen përpjekje për të gjetë edhe mënyra më të mira ndoshta që mund ta rregullojnë çështjen e arsimit dhe këtu unë thash çështjen e lidha me tranzicionin në fakt që bëhen përpjekje serioze në kuptim të cilësisë. Pra një cilësi e besueshme, cilësia e besueshme bëhet nëpërmjet instrumenteve dhe nëpërmjet matjeve të caktuara që i kontribuojnë kësaj që të mos mbetet vetëm një fjalë e thënë apo e shkruar, por thjesht diçka që mund të hyjë në funksion. Dhe matjet e kësaj natyre më të mira janë me kuadrin, me atë kuadrin i cili del nga arsimi i lartë, nga universitetet tona, pastaj përputhshmëria e këtij kuadri me tregun e punës. Po cilat janë sfidat kyçe ose sfidat kryesore që ju përmendet edhe tranzicionin që nuk po mund ta kalojnë këtë periudhën e tranzicionit? Kryesore unë e thash të fundit, domethënë përputhja e programeve tona, transformimi që si rezultat i digitalizimit, Maqedonia e ka përqafuar digitalizimin, pra Maqedonia e Veriut në kuadër sistemit arsimor. Por ende ka shumë për të bërë për sa i përket çështjes së digitalizimit, duke pas parasysh atë që përmend algoritmet, inteligjencën artificiale, diçka që është pjesë e pandashme sot edhe e arsimit, e çdo gjëje po mbas e arsimit, sepse ky është preokupimi ynë kryesor. Nuk mjaftohet për shembull arsimi, as ne nuk duhet jemi të kënaqur vetëm me një ligj, nuk bëhen reformat. Pra këtu mund të them se kemi nevojë, pra sfidat me të cilat përballemi, kërkimi shkencor, aspektet ndryshme që lidhen me programet studimore, përshtatja, përputhja e këtyre programeve me tregun e punës, pra ekonominë e tregut sot, globalizimit, gjithë kjo do të thotë bën një çështje shumë komplekse, çështjen e arsimit që don zgjidhje, po zgjidhjet nuk bëhen brenda natës, reformat nuk bëhen brenda natës. Nevojat ose reformat që duhet të jenë prioritare dhe duhet të miratohen, duke pasur parasysh trendet globale, përfshirë këtu edhe digitalizimin apo teknologjinë që po avancon me një shpejtësi shumë të madhe, me një dinamik të lartë. Pikrisht këtu e kam fjalën, sepse disa profesione të vjetra, jo që po harxhohen, që kanë qenë deri më tani, po unë do të thosha do duhet transformohen, përputhje me digitalizimin, përputhje me inteligjencën artificiale. Sot bota udhëhiqet nga një algoritëm, po deshëm ta kundrojmë edhe nga këndvështrimi, nëse marrim e shohim nga shkenca e komunikimit, pra nga shkenca e medias, për shembull, nëse hym në këtë botë, atëherë ky komunikim masiv sot ka imponuar rrjedha, rrethana treja që duhet domosdoshmërisht bëhet një përshtatje, po krejt kjo duhet bëhet në përputhje me ndryshimet që do duhet
të pësoj për shembull arsimin në Maqedoni. Pra në auditorët tona do duhet bërë diçka që sot po ndodh në Evropë ose edhe në Evropë është hap një debat i madh dhe ky diskutim lidhet me tema që kanë bëjnë pikërisht me arsimin dhe këtu jemi për të folur për arsimin e lartë dhe sidomos arsimi i lartë do me thënë që të ndodhë diçka e tillë edhe në Maqedoni, ne të ndjekim përvojat më të mira evropiane, po gjithmonë duke ju përshtat specifikave tona, sepse nuk mund thirremi në diçka për shembull që ka bë ta zëm një universitet, cili do qoftë ai me emër në botë, ta marrim Universitetin e Harvardit, ta marrim Oxfordin, ta marrim Cambridge-in, Yale-in, çato që të marrim ne universitete, pra nuk mund ti implementojmë si politika universitare brenda natë këtu te ne. Por ne duhet ndjekim si praktika ndërkombëtare, sidomos to që janë brenda Bashkimit Evropian dhe dal nga dal të shkojmë drejt një rrugtimi, cilin e kanë ndjekur edhe ata, sepse edhe ata nuk i kanë bërë reformat brenda natës. Domethënë ky është një proces. Kjo që thoni se zhvillimi i shpejtë i teknologjisë dhe tani së fundmi inteligjenca artificiale ka vënë para një sfide dhe universitetet më të njohura dhe më me renome në botë. Prandaj arsimi parashohet pyetja se a nevojitet që këtu tek ne të krijohet një konsenzus i të gjitha palëve dhe të kalohen ndarjet partijake apo të kalohen polemikat politike dhe të bashkohen për të parë se çfarë duhet të ndërmerren për të rritur cilësinë e arsimit të lartë, por edhe për të harmonizuar cilësinë e arsimit me teknologjitë e reja. Shtylla kryesore e zhvillimit një shoqërie ishte, do të jetë dhe do të mbetet gjithmonë arsimi. Pra arsimimi. Në këtë kuadër do të thotë këtu kërkohet një pajtim, një konsenzus. Arsimi nuk duhet të jetë pengi një politike dybtore, cilës do qoftë ajo, për shembull, një qeverie. Domethënë, kjo i përket një çështje madhore. Kur themi madhore, domethënë është një çështje afatgjate. Dhe në këtë duhet punojnë gjithë, prandaj arsimin gjithmonë duhet kuptu, ose investimin në arsim financat që i përmenda pak më përpara, duhet kuptuar si një investim strategjik në arsim, jo si një shpenzim buxheti, sepse këtë ndoshta më së miri mund na e mësojnë sot si një leksion familjet tona. Familjet që po e shkollojnë brezin e tyre në kërkim gjithmonë programeve dhe të universiteteve më të mira. Të universiteteve që thjesht e bëjnë një kuadër të së nesërmes, pra në kuptim të shkollimit që merret sot, nëpërmjet dije që pastaj janë të pranueshme dhe të zbatueshme në treg global. Në rend të parë këtu, po pastaj edhe gjithkund tjetër, sepse ne kështu do ta bëjmë globalizimin të plot, ose kështu do të hyjmë brenda këtyre termave, duke respektuar gjithmonë atë që është më e mira dhe që është e matshme në kuadër metrike që thjesht e prodhon nesër atë që del si rezultati një cilësie brenda arsimit. Pra, cilësia gjithmonë duhet të ketë instrumentat besueshëm të matjes. Megjithatë, aktorët vendimarrës në vend dhe aktorët politik nuk janë treguar unifikues sa i përket reformave që duhet të ndërmarren në arsim. Si qëndron kjo në aspektin e universiteteve? Universitetet publike me ato private, a kanë bashkëpunim apo konsolidim sa i përket reformave apo sfidave që sot ka arsimi në vend? Dikur mendohej se universitetet publike janë ato që e bartin barën. Jo, sot gjithëve ju takon bara njësoj, sepse gjithë prodhojnë kuadër. Dhe ai kuadër, për shembull, një shoqëri mund të jetë shumë e shëndosh nëse ka kuadro të arsimuara. Pra kuadro që dijet e tyre mund t'i zbatojnë pra në praktik, në industri, lidhja me industrinë, këtu duhet shikohet. Prandaj ky investim që unë e thashë strategjik për arsimin, nuk duhet marrë, nuk duhet kuptuar, nuk duhet anticipuar si diçka që thjesht ka të bëjë me një shpenzim buxhetor, sepse shpesh herë kështu mendohet. Aq më tepër nuk bëhen reformat sa herë ndryshojnë qeveritë ose sa herë ndryshojnë ministrat, tazam ministri i dikasterit të arsimit. Jo, jo. Reformat duhet të jenë të vazhdueshme, reformat duhet të jenë pa ndërpera, reformat duhet të jenë në përshtatje me nevojat që i kërkon sot ekonomia e tregut, pra me këtë përputhje. Vetëm kjo do të thotë mund bëj një kuadër, i cili kuadër pastaj mund ndihmoj
shoqëritë tona, mund ndihmoj industrinë, mund ndihmoj ekonominë, pra ky element i ndërmarrësisë, për shembull, që praktikohet konkretisht në Universitetin e Evropës Juglindore, që dihet janë të etabluara së bashku me pjesën praktike, do të thotë me të gjithë atë që e bëjnë studentët tanë në base, duke ndarë këta, po them, në përqindje të barabarta, sepse nuk mund më të kalojmë vetëm në tekst katedra, duke folë thjesht, profesori vetëm duke ligjeruar, e studenti duke mos patur mundësi të praktikoj ato që po ligjeroj ose ato që po mësohen. Pra, kur ato praktikohen, ne bëjmë një kuadër dhe lidhja e jonë, po them, sidomos si Universiteti i Evropës Juglindore me industrinë, pra këtu e kam fjalën për ndërmarrësinë me gjithë shka që ka të bëjë me ekonominë, për shembull jo vetëm këtu, sepse ne kemi edhe një shtys shumë të fortë të drejtim, është alumni. Nuk qëndron problemi vetëm të universitetet, po duhet më tepër bashkëpunim edhe me fushat e tjera. Problemin duhet parë në kuadër të politikave publike, do me thënë aty ku bën pjesë edhe arsimi, ku bën pjesë arsimi në përgjithësi, po them, të gjitha ciklet e arsimit, po sidomos arsimi i lartë, aty pra ku industria pret profesionistët tanë, kuadrin që ne thjesht e prodhojmë për këtë industri. Prandaj këtu duhet të ketë mekanizma që përsëri, dhe këtu do të përsëritem vazhdimisht mekanizma, instrument që bëjnë cilësinë të besueshme. Pra ekzistojnë matje, ju e dini se parametrat ndryshëm ose indekset ndryshëm këtyre matjeve që janë ndërkombëtare për vlerësimin ose renditjen e universiteteve, Universitetin e Evropës Juglindore e nxjerrin në top listën e universiteteve, sepse fal këtij ndërkombëtarizimi cilin e ka bë Universiteti i Evropës Juglindore me kohë që nga fillimi, po thosha, ose përpjekjet tjera që vazhdojnë të jenë në Universitetin e Evropës Juglindore duke investuar në kërkimin shkencor. Çfarë masash keni marrë si universitet për të rritur cilësinë e arsimit? Punësueshmëria, do thotë programet cilat ne i bëjmë dhe janë programe komplementare. Unë këtu e kisha, pra konkurencën ndërmjet universiteteve nuk duhet parë brenda një rivaliteti, siç nuk duhet parë edhe reformat në arsim kur bëhen, pra sepse reformat nuk mund ne t'i marrim në arsim vetëm nëse e bëjmë një ndryshim ligji, për shembull, ose nëse bëjmë një reformë në administratë. Jo, përkundrazi, duhet prek filozofinë, dhe ne në këtë filozofi thellë kemi depërtuar të arsimit lartë dhe këtu i bëjmë përpjekjet bashkëpunimi jonë me universitetet ndryshme ndërkombëtare, sidomos ato që nga vitet e para të themelimit të universitetit me universitetet më të mira amerikane, pastaj me universitetet ndryshme në Evropë, programet e ndryshme që ne i kemi pas si programe dyfishta për shembull të studimeve ku disa semestra studentë tanë ka qëndruar ndej dhe edhe sot realizohen një sër projektesh në kuadër të natyrës Erasmus Plus dhe jo vetëm, do të thotë kanë bërë që ky universitet të jetë ndryshe, një model ndryshe, prandaj shpeshherë vjen ndërmend që ta citoj dhe ta përmend ish komisarin për zgjerim Bashkimit Evropian Olli Rehn, i cili sa herë vinte zbarkonte, do të thosha këtu në Maqedoninë e Veriut ose në Ballkan, thoshte Universiteti i Evropës Juglindore është krijesa më evropiane në Ballkanin Perëndimor. Pra thjesht kjo e bëri, sepse edhe të gjithë instrumentet të matës që janë, për shembull të cilësisë dhe që bëhen kuadër të këtyre bashkëpunimeve, do të thotë edhe të vëzhgimeve të ndryshme, inspektimeve të ndryshme që bëhen, për shembull nëse marrim hapësirën evropiane të universiteteve ku para pak ditësh mund të them ishin dhe vlerësuan punën e Universitetit të Evropës Juglindore, rekomandimet e tyre, konstatimet e tyre, përgjetjet e tyre, aty flasin shumë për një universitet, prandaj për tej modestisë e thash model, po vërtet ne mund të jemi një universitet ndihmës dhe shtys edhe për universitetet tjera dhe përgjithsisht për arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Universitetet, do të thënë në përgjithësi, universitetet viteve të fundit kanë prodhuar kuadrot që kanë përfunduar të papunë, ose të paktën nuk punojnë në profesionin për cilët janë diplomuar. Pse ndodh kjo dhe si adreson Universiteti juaj Universiteti i Evropës Juglindore këtë problem? Pasi shifrat flasin për rrethanat që flasin për shifra përmendet, të thotë do duhet në shumë vende të trazojnë edhe shqetësime të caktuara, por kur jemi tek universiteti me që unë mund të flasë për atë që unë di dhe për atë që është e matshme, në rastin konkret Universiteti i Evropës Juglindore, jo vetëm në
profesionet që lidhen me shkencat kompjuterike, që lidhen me digitalizimin, sepse atë gati e kemi prodhuar në gjitha programet tona studimore. Tash po flasim çdo ditë dhe në trajnimet tona flasim edhe për tema të inteligjencës artificiale. Do thotë çfarë bëjmë që ta përparojmë edhe më shumë arsimin, që të ndjekim ato që janë përvoja ndërkombëtare, ato që ata po implementojnë në kuadër të programeve të tyre studimore, tregon se punësueshmëria, sepse kjo është ajo matja e parë, më të dalja në treg, si të lexon tregu, si të pranon tregu, dhe kjo flet për një shifër shumë interesante, që unë e them këtu dhe ju mund të hyni ta shihni edhe në webpaqen e Universitetit të Evropës Perëndimore, pra është diçka që është shumë e matshme, flet se 65% dhe mbi janë punësimet pra të kuadrit i të diplomuar në Universitetin e Evropës Perëndimore. Po kështu si problematike përgjithshme. Si problematike përgjithshme unë thash, duhet të ndjekim modele të mira. Tashi, nëse është Universiteti i Evropës Perëndimore një model i kësaj natyre, po pse të mos ndiqet? Shpesh herë unë di që është cituar jo vetëm nga tash momentalisht qeveria që është për shembull, po dhe nga qeveritë kaluar shpesh herë kemi qenë si universitet që jemi përmend në kontekstin pozitiv të asaj se çfarë duhet bëhet thjesht edhe si të ndiqen këto modele ato që po i ndjek për shembull Universiteti i Evropës Perëndimore. Prandaj përvojat tona në kuadër të tyre bashkëpunimeve që duhet t'i bëjnë instancat në nivele shtetënore, domethënë në nivele të udhëheqjes, mund secili prej nesh të jep kontributin tonë. Në rastin konkret, diçka që ka anën e fortë, domethënë më të mirën që e ka Universiteti i Evropës Perëndimore, mund ta ofrojë aty dhe të tjerët për shembull të vazhdojnë ta ndjekin, ose edhe ne të shohim diçka që është e mirë dhe pastaj të ndjekim rrugtime. Këto janë trajektore shumë interesante, po për këto lipset një angazhim dhe lipset dikush i cili do të bëj punën për t'i mbledhë bashkë, pra të gjitha universitetet për t'i bë bashkë. Një pyetje një ditë që më bëri një kolege juaj, ishte shumë interesante roli i konferencës interuniversitare. Ndoshta si një organizëm edhe ky mund ta bëjë atë punë. Ne jo që nuk takohemi, ne takohemi për shembull universitetet, ne kemi bashkëpunim, kemi edhe bashkëpunim kadrovik, kemi edhe shkëmbime pra të ndryshme që i bëjmë universitet me universitet edhe këtu brenda, takohemi në konferencat ndryshme, por ndryshe është kur këto kalojnë në instanca ndoshta dhe shtetërore, ku edhe organizimi mund të jetë thjesht më i mirë, ku secili do të mundohet të jep kontribut caktuar dhe në këtë mënyrë për të përparuar arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Ju përmendet se keni aplikuar modele të ndryshme bashkëkohore për të rritur cilësinë e arsimit e lartë, megjithatë si e shihni rolin e studentëve në politikat vendimmarrëse të universitetit. Edhe kjo pjesë të ne është e rregulluar shumë mirë. Për shembull, sa i përket përfshirjes të studentëve, janë studentët ata që kanë lirinë e tyre, që kanë gjithë ata mekanizma që ju takojnë edhe ligjërisht mbase edhe përtej ligjit në rastin konkret, sepse kur është fjala për një drejtë, domethënë atëherë pse të mos i lejohet dikujt, domethënë edhe më shumë se sa parasheh ligji në këtë rast. Pra kjo është ajo e drejta pozitive, do ta quaja unë, që shkon të mirën e studentit. Studentët janë përfaqësuar në gjitha organet, student komunikojnë. Studenti në Universitetin e Evropës Perëndimore din thot për shembull se filan profesori nuk ka mbajtur praktike ashtu siç duhet, ose filan asistenti nuk e ka bërë këtë gjë. Din thot edhe diçka më shumë, pra jep vlerësim. Studenti është i përfshirë, jo vetëm në organet që janë parlamenti dhe asociacioni studentor, avokati studentor e të tjera, por ka edhe përfshirje të drejt për drejt. Studentët i kemi në senat, studentët i kemi në këshilla, studentët diskutojnë, pra kanë përfaqësinë e tyre aty dhe flasin shumë lirshëm. Pra asgjë nuk i mbetet një rënje jetë lirë dhe të thosha kështu vetëm sa për ta thënë fjalën dhe për ta bartera, po thjesht janë pjesë, element të domosdoshëm, të pranueshëm, përfillshëm që universiteti në të gjitha mekanizmat brenda i përfillësit të tillë, vullneti studentor të ne ka një rëndësi shumë të madhe. Kërkesa studentore të ne është kërkesë shumë e çmuar, prandaj ne dallojmë ndryshe dhe ku është modeli ndryshe yni, sepse ne kemi studentin në qendër. Këtu nuk është profesori, këtu nuk është dekani, këtu nuk është askush, këtu është studenti. Domethënë studenti, ne gjithçka që bëjmë për studentin, ne jemi për studentin aty. Pra, kjo është e mira e arsimit edhe këtyre modeleve universitare.
Së fundmi keni botuar edhe një libër të ri, Arkitektura e bindjes, komunikimi politik nga agorat e demokracia digjitale. Unë do të thosha, ky libër është një përpjekje hulumtuese disa vjeçare imja, që lidhet me aspektet ndryshme, gjetje teorike të autorëve, po dhe pjesa empirike, do të thotë një punë që është bën terren, e që lidhet me termat komunikimit politik, prandaj jo rastësisht ka marrë dhe emrin si arkitektura e bindjes, sepse sot është një diçka duke ndodhur në mesin ton, algoritmi që e përmenda në fillim, ai sot manifestohet në mënyra të ndryshme. Sot kemi një mesazh që është mesazhi personalizuar, që ai i cili e ka një bindje caktuar, i shkon një mesazh i caktuar në përputhje po me bindjen që ka. Pra këtu janë dhomat e Jehonës, këtu janë bocat, këtu janë gjithçka tjetër që ka të bëjë me robot të komunikimit, thjesht që mund ta bëj komunikimin politik më ndryshe nga i komunikim që ka qenë dje, sidomos në komunikimin masiv. Ka si ndryshime të shumta në funksionimin e gjërave në kohën e sotme, po është më sfidues apo më i lehtë komunikimi politik në këtë epokë? Nëse marrim në rafshin teknik, atëherë mund të themi se është më i lehtë komunikimi. Pra, digitalizimi ka bërë gjërat shumë të lehta. Dhe këtu unë thirrem tek thënia e famshme e studiuesit kanadez Marshall McLuhan, i cili thoshte media është mesazhi. Pra sot secili prej nesh është një medje. Sepse secili prej nesh kemi një diçka, jemi të rrjedhzuar dikun. Pra kemi një profil tonin, kemi një aplikacion tonin me cilin mund të komunikojmë. Pra të njëjtën kohë mund të shpërndajmë mesazhe gjithandej. Pra tashi nuk jemi vetëm ata që marrim përmbajtje nga dikush, pra që i pranojmë, nuk jemi pranues i zakonshëm, po sot jemi edhe ata që krijojmë përmbajtje. Pra sot çdo përdorues e ka këtë mundësi. Në aspektin teknik kjo është vërtet shumë ka sjellë lehtësira të mëdha, po në aspektin përmbajtësor, në aspektin e asaj që sot ka mundësu digitalizimi dhe kjo që e përmenda unë jo rastësisht Marshall McLuhanin, sepse media dal nga dal po shkon dhe po bëhet zgjatimi gjithçkaje që sot ndodh në mesin ton. Pra algoritmi sot po arrin të kontrollojë edhe jetët tona. Dhe paramendojeni kur përmenda dhomat e Jehonës, kur përmenda depsat, botsat dhe gjitha këto, paramendoni si robot komunikimi sot kur na e dëgjojnë një mesazh që është në përputhje me bindjen ton, kjo bindje sa vjen edhe më shumë betonohet. Prandaj këtu ndoshta izolohet një zë i arsyes dhe pikrisht kjo është ajo e këtyre dhomave të Jehonës që sot e ka prodhuar nëpërmjet të digitalizimit, nëpërmjet teknologjisë, dhe sot ky kuptim është shumë i zgjeruar, pra shumë poshtë në pikpamje të komunikimit masiv. Gjithnjë më shumë politikanë të cilët zgjedhin rrjetet sociale për t'ju drejtuar popullit, qytetarëve në vend që t'u drejtohen përmes mediave. Sa funksionon sot trekëndëshi media, shoqëria dhe politika? Pa kjo i ka sjell gjitha këto ndryshime e ka bë. Sot ndoshta kur themi media për shembull ka lehtësuar një pjesë të punës, sepse shumica e kolegëve tuaj sot arrin t'i marrin lajme, do të thosha, pikrisht nga këto rrjete. Nëse një politikan, do me thënë një lider, zhvillon politikën e tij brenda një aplikacioni të caktuar, në këtë rast në profilin e tij, qoftë në Facebook ose në X ose diku tjetër, do me thënë e kanë shumë ma lehtë për ta marrë informacionin. Por ajo çka është gjithmonë që ka mbetë dhe që do duhet të jetë ajo në fakt që më shumë do t'i ndihmonte shoqëritë tona është komunikimi social. Prandaj dilema ime e ka hershme edhe në këtë studim këtu brenda ka qenë dhe shprehet nëpërmjet gjetjeve të ndryshme aty, po dhe ndërmjet krahasimeve të ndryshme që janë bë, publikime të ndryshme nga konferenca të ndryshme shkencore, nxjerrim pa pikërisht atë se sa ka arrit nëpërmjet këtyre mediave të socializohet komunikimi. Unë do të thosha diçka, mund të komunikojmë në të njëjtën kohë atë që për shembull edhe vetë në filozofinë e tij të komunikimit eksperti, studiuesi i madh i kohës Jürgen Habermas do thoshte të shkryen membranat dhe të njëjtën kohë depërtoj informacioni kudo, pra ja kjo sot u arrit pikërisht në kuadër të digitalizimit, në kuadër të këtyre mediave digjitale, pra të mediave sociale, por socializimi vazhdon të mbetet brenda këtyre mediave në atë që ekspert ndryshëm të komunikimit e që dhe unë i bashkohem këtij mendimi mbeten në atë që është emotikon dhe jo emocion.
Pra është nga ky bashkëdyshim i këtyre dy fjalëve, domethënë lidhja që e prodhon këtë rrokje fjalësh ta quaj kështu, do të thotë sepse kemi të bëjmë me emotion edhe me icons nga anglishtja, që e prodhon një emocion, po jo emocioni në fakt që është emocioni jonë si rezultat i inteligjencës tonë biologjike, po është prodhim i kësaj që sot e bën inteligjenca artificiale, pra neuroni artificial. Pra ndryshe bisedojmë ne këtu në studio, do me thënë shohim emocionet tona, do me thënë prodhohet ai elementi i ndjeshmërisë, ndryshe është kur bisedojmë me këto emotikone. Do me thënë nuk e kemi emocionin, nuk arrim ta shprehim ndjesin, ta përjetojmë ndjesin njësoj siç atë e bëjmë në komunikimin social. Po megjithatë, kjo i ka shpejtu proceset, e ka shpejtu globalizimin. Kjo i ka bë mirë komunikimit, po nga ana tjetër sfida më e madhe mbetet kush? Mbetet dezinformimi. Mbetet lajmi i rrem, që edhe këtu ka një temë shumë të madhe për të hapë, është lajm apo s'është ai lajmi i rrem, po megjithatë ai përcillet, përçohet dhe dikush dëshiron ta dëgjojë dhe të bindet pikërisht. Këto janë sfidat e kohës që njerëzit arrin të manipulojnë, pra nëpërmjet këtyre mediave sociale, do të thotë edhe të provokojnë emocione, pra të ndryshme tek segment caktuar, dhe kjo mbase ka sjell deri te ajo që mund të quhet fragmentim edhe i publikut, në fakt i shoqërisë, nëse dëshirojmë të zgjerojmë këto terma në kuptimin social të fjalës. Sipas raporteve të organizatave kredibile ndërkombëtare, Maqedonia e Veriut vazhdon të ndodhet në një grup ku liria e medias është e diskutabile, domethënë. Çfarë tregon kjo për nivelin e demokracisë në vend, kur nuk ka aq mjaftueshëm liri të mediave? Demokracia do të thosha matet me lirinë e mediave. Aty ku është e brisht liria e mediave, do me thënë pa që të brisht e kemi edhe demokracinë. Pra aty ku pengohet liria e shprehjes, aty ku pengohet liria e medias, jo vetëm që bie ndesh me gjitha konventat ndërkombëtare mbase edhe për atë për drejtat e njeriut, po kjo thjesht e bën një demokraci të pashëndetshme, ose thjesht nuk jep kurfar shëndeti demokracisë. Prandaj duhet t'i kemi parasysh disa shprehje shumë të hershme të kohës të presidentëve amerikanë, njëri prej tyre kur thoshte se po të më ofronin për shembull qeverisjen pra pa media ose medjen pa qeverisje, pa qeveri unë do të përcaktohesha për këtë dytën. Do me thënë më mirë do ta zgjedhja medjen, sepse nëpërmjet medias arrin të ndërtohet një demokraci e shëndosh në hapësirat tona, se sa për shembull një qeveri pa media. Kjo çon drejt një autokracie, një diktaturë. Unë mendoj se ende nuk kemi, por vlimet e mëdha që ndodhin në Ballkanin Perëndimor, sikur alarmojnë në situata të caktuara që duhet një kujdes më i madh. Prandaj rastësisht shpesh herë dhe përfshihen organizata të ndryshme ndërkombëtare që kanë të bëjnë me gazetarët, që kanë të bëjnë me mediat, që janë Federata e Gazetarëve dhe asociacione të ndryshme mediatike, duke luftuar për lirinë e medias, duke luftuar për këtë sakrificë të madhe që bëhet për ta nxjerrë në pa të vërtetën. Kujt i pengon transparenca? Atyre që nuk ja duan vendit tyre të mirën. Po, kur jemi te kjo, a voton shoqëria jonë ashtu si mendon? Shoqëria jonë, për shembull, nëse e marrim edhe e shikojmë në aspektin teorik, do të thotë do duhet të ketë një qasje kritike, do duhet të jetë racionale në atë sa i përket programeve, dhe gjitha këtyre që e përcjellin për shembull një parti politike për ta bë thjesht bindjen që e kam edhe në libër aty të plot për të votuar. Po në realitet a ndodh kjo, do me thënë kjo që është teorike nuk ndodh në praktik, sepse janë lidhjet e ndryshme emocionale, janë aspektet e ndryshme që lidhen me çështjet etnike, me çështjet ndryshme për shembull, dhe ka mund të ketë një parti politike një program shumë më të mirë, shumë më të avancuar, por ja që për shembull vetëm sepse është parti politike shqiptare, për shembull është hezituar nga një pjesë e caktuar, për shembull që të votohet në rastin konkret, po flas për në Maqedoni. E vërteta e mirë e kësaj pune, për shembull, për të pas një shtet demokratik, për pas një shtet barabartë, ashtu siç pretendohet me kushtetut dhe ndonjëherë me ligje, po që në fakt më shumë janë
rezultati disa marrëveshjeve që nuk prodhojnë kuptimet plota në demokraci si që është tja jona, ne vazhdojmë të i kemi këto prapambetje këtu. Pra, do t'ishte e udhës, do t'ishte e mirë që të reflektojnë të drejtim edhe partit politike në mënyrë që vërtet të arrijnë me programet e tyre të bindin zgjedhësit, pra të bindin votuesin, të bindin sovranin që atë që bën sovrani e ka bë për një vend në program dhe ata t'i përmbahen asaj platforme për shembull që e kanë programore për zgjedhjet caktuara. Po unë besoj që përsëri janë gjitha këto dhe dhomat e Jehonës dhe gjithë shka që ndodh në këto laboratore të quaj partijake që arrin të ndikojnë në bindjen e votuesit. Pra shpesh herë sovrani e thot fjalën e tij, por jo i bindur nga programi, ndoshta sa më shumë nga këto që janë efekte përcjellëse, qoftë edhe të digitalizimit dhe të mediatizimit të gjithë shkaja që po ndodh në shoqëritë tonë. Zotri Bajrami, ju falemderit që pranuat ftesën që të jeni pjesë e këtij emisioni dhe ju falemderit për kohën tuaj. Ju falemderit edhe juve, ishte kënaqësi kështu për ndarë disa aspekte të caktuara për aq sa na lejon koha dhe hapësira. Sido që tjetë lëm raste të tjera për të kuvenduar për tema dhe problematika që janë interesante. Ju falemderit. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë intervistën për sonte, bashkë do të shihemi javën tjetër për të trajtuar tema të tjera aktuale në vend.